Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju del gjumi natën, vuani nga pagjumësia, mjeku zbulon sekretin si të flini për 30 sekonda. Duket se stresi i përditshëm ka një ndikim të madh në orën dhe në cilësinë e gjumit ton. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës duhet që të kthehen në prioritet për çdo i cili ka orë të lodhshme pune. Ata që kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të ziera. Bananet së bashku me lëkurat e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike, të cilat janë të pastër nga kimikate dhe pesticidet. Përbërësit janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanellë. Përgatitja: së pari prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles. Shtojeni pak kanellë dhe pijeni përpara se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë tepër të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar këto probleme të gjumit. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe njëkohësisht tepër e dobishme. Gjithashtu, ju mundet që të konsumoni edhe këto pije natyrale për të fjetur një gjumë të qetë. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin ton dhe është aq e rëndësishme sa edhe ushqyerja e shëndetshme. Fatkeqësisht shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumësinë, në mënyrë që trupi të pushojë dhe njëkohësisht të mbush bateritë e tij për ditën e nesërme. Ju nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Dhe gjithashtu duhet të keni parasysh se ajo që pini para gjumit mundet që të ketë një ndikim nëse do të jeni në gjendje të bini në gjumë dhe, sipas ekspertëve, rekomandohet që disa pije do t'ju ndihmojnë të bini në gjumë sapo ju të vendosni kokën në jastëk. Pra, gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përdorni këto pije natyrale dhe rezultati do t'ju befasojë. Sipas ekspertëve, pija e parë e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz, sipas ekspertëve, mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre gjatë natës, dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk përmban sheqer dhe njëkohësisht ai shuan etjen. Nga ana tjetër nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaji bimor përpara gjumit gjithashtu ka një rol efektiv dhe qetësues në trup. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul edhe nivelin e hormonit të stresit në organizëm. Kamomili, çaji valerian dhe gjithashtu nenexhiku janë çajra tepër të dobishëm për të trajtuar problemet me pagjumësinë dhe duke ulur kështu stresin dhe njëkohësisht ofron relaksim dhe lehtësim për trupin. Qumshti i ngrohtë përpara gjumit është me të vërtetë jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Për të ulur shijen e laktozës mund të përzieni në të një lugë me mjaltë, karafil, kanellë ose shafran të Indisë, i cili po ashtu ka një efekt antiinflamator. Lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato që pinin lëng qershie 2 herë në ditë
arrinin që të flinin 84 minuta më shumë se ata të cilët nuk pinin. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ekzistojnë plot receta natyrale të cilat do të trajtojnë pagjumsinë. Një ndër to është edhe mjalti. Shumë persona të cilët kanë çrregullime me gjumin dhe kokën në jastëk e vendosin pas konsumimit të tabletave dhe preparateve të ndryshme të mjekësisë industriale, tani nuk kanë më nevojë që ta sulmojnë shëndetin e tyre, por kjo përzierje natyrale garanton një gjumë të qetë dhe tërësisht efikas. Bëhet fjalë për përzierjen e qumshtit me mjalt. Pagjumësia mundet të shërohet përmes të rrugëve natyrale pa përdorur as edhe një lloj tablete. Qumshti dhe mjalti janë një ilaç hyjnor kundër pagjumësisë. Një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt është receta ideale kundër pagjumësisë dhe nëse para gjumit ndjeni uri, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate, siç është për shembull buka integrale, produkte nga mielli apo farëra të cilat mund t'i kombinoni me mish gjeli, tunë dhe kos. Personat të cilët lëngojnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë kohës së fundit të ditës të shmangin djathtrat e fortë apo të shmangin peshkun e thatë, të kriposur apo të konservuar, sallamin, mishin e thatë, lakrën e thartë, trangujt e konservuar, ullinjt, çokoladën dhe spinaqin. Ushqimet e përmendura përmbajnë tiramin, molekula e cila stimulon lirimin e norepinefrinës, stimuluesin e trurit i cili na mban në zgjuar. Kafja dhe alkooli nuk është e nevojshme as që të përmenden në vend të antidepresivave dhe gjërave ndihmëse për gjumë. Ndryshimi i kombinimit të ushqimit të koha e fundit të darka do të ndikonte pozitivisht në kualitetin e gjumit. Borziloku dhe sherebela ndikojnë krejtësisht ndryshe nga melmesat e tjera dhe kanë një ndikim tërësisht të butë. Gjithashtu, ju mundet që të provoni edhe këto metoda të tjera alternative, si për shembull balsami i limonit. Pirja e çajit me balsam limoni mund të zvogëlojë pagjumësinë. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit përmban antioksidantin apigenin, i cili mund të ndihmojë në fillimin e gjumit. Frut pasioni. Çaji i frutit të pasionit mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Gjithashtu, në kombinim me rrënjët e valerianës mund të reduktojë pagjumësinë. Rrënja e valerianës është një barishte e përdorur për shekuj me radhë për të trajtuar probleme si pagjumësia, nervozizmi dhe dhimbjet e kokës. Valeriana mund të nxjisë përgjumjen duke rritur nivelet e një neurotransmetuesi të quajtur GABA. Mirë po, duhet të keni parasysh se pagjumësia mund të trajtohet me receta natyrale përpara se ju të drejtoheni medikamenteve farmaceutike. Por duhet të dini se nëse ky problem zgjat në kohë, më e mira që ju mund të bëni është që të shkoni tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e duhur. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, këshillohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.